Do presim disa qaste sa po kolegja të jetë gati, ndërkohë këto ishin dhe pamjet të drejt për drejta nga sheshi Skënderbej, dukshëm pas krave të gazetares ndodhen dhe protestuesit e parë, të cilët janë mbledhur me pankarta në duar, me flamuj kuqezi duke sfiduar edhe një herë tjetër temperaturat e larta në këto ditë të fundit të gushtit, por ata kanë premtuar që protestat do të vijojnë deri në plotësimin e kërkesës së tyre të panegociueshme dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Nga ana tjetër janë shprehur që në shtator, pikërisht në datat 10, 17 dhe 24, kohë ku do zhvillohen dhe seancat plenare, qytetarët do të vijojnë të protestojnë qoftë përpara parlamentit, por dhe si çdo ditë përpara godinës së ekzekutivit. Gjensila, më dëgjon në këto momente si është atmosfera dhe nëse mundesh të marrësh dhe intervistat e para të qytetarëve. Daliana, të përshëndes, në fakt në ditën e 87 të protestës ka nisur edhe grumbullimi i të shumtëve të qytetarëve, të cilët fillimisht mblidhen në sheshin Skënderbej, aty ku momentalisht ne ndodhemi, dhe më pas nisin marshimin në thirrjet e tyre, si Rama i jep dorëheqjen, arrestoni Ramën, Ballukun, por edhe për një drejtësi ndaj kërkesave të tyre, në fakt më pas nis edhe marshimi i tyre në drejtim të godinës së kryeministrisë në bulevardin qendror, dëshmorët në bulevardin qendror, dhe më pas nis pramarrja e fjalës së qytetarëve, duke ia lënë vendit fjalimeve dhe të gjithë pakënaqësive që të gjitha qytetarët rëndisin ndaj qeverisë Rama. Në fakt kërkesa kryesore që në ditën numër 1 të kësaj proteste dhe deri më sot që shënon dita e 87 është kryesisht dhe më kryesorja është ajo e kërkesës për largimin dhe dorëheqjen e kryeministrit Rama, po njëkohësisht arrestimin e tij, arrestimin e Belinda Ballukut, por njëkohësisht dhe të gjithë largimin e kësaj klase politike dhe pakënaqësitë që kanë ndaj kësaj politike. Siç mund ta shohim, me ndihmën dhe të operatorit në sheshin Skënderbej ka nisur dhe grumbullimi i qytetarëve, një pjesë e tyre në fakt kanë ardhur edhe nga jashtë vendit, pra janë emigrantë të cilët janë bashkuar kësaj proteste. Njëri prej tyre, të cilin do të mundemi ta marrim dhe në intervistë, vjen nga Gjermania, ka disa ditë që ka ardhur. Ju jeni një nga personat që keni protestuar qoftë jashtë territorit shqiptar dhe tani jeni bashkuar protestës në Tiranë. Si është ndjesia dhe për çfarë protestoni? Faktikisht faleminderit për intervistën. Ajo që dua të them është e gjithë pjesa e shoqërisë shqiptare që ndodhet në emigrim i është bashkuar protestës për të gjitha arsyet që protesta ka filluar në Tiranë edhe në gjithë Shqipërinë. Nuk ka diçka të veçantë, thjesht është një mbështetje solidare në mbështetje të protestës këtu në Tiranë. Prej sa ditësh keni ardhur në Tiranë dhe po protestoni bashkë me qytetarët? Ndodhemi prej 3 ditësh në atë. Ju pak më parë, më herët më thatë që keni protestuar edhe në Gjermani. Pse protestoni konkretisht? Çfarë janë kërkesat apo cilat janë kërkesat tuaja? Është shumë e thjeshtë. Po të shikoni rreth e përqark fytyrat e njerëzve këtu në këtë protestë, këto e tregojnë shumë qartë, domethënë gjendjen se si është situata në Shqipëri. Nuk ka, domethënë, është një gjendje mbjenëruese, domethënë gjendje e pashpresë. Njerëz që vuajnë nëpër dyert e gjykatave, nëpër dyert e spitaleve, nëpër çdo institucion ku shkojnë dhe nuk marrin zgjidhje prej dekadash, jo prej ditësh, por prej dekadash. Dhe këto janë që e kanë bërë edhe këtë protestë që të marrë krah, domethënë që të marrë mbështetjen e të gjithë popullit. Si një protestues i rregullt, mund ta quajmë brenda dhe jashtë territorit shqiptar, një apel që ju keni qoftë për të gjithë qytetarët që t'i bashkohen kësaj proteste, por njëkohësisht dhe një apel për institucionet, duke qenë se ju pohoni që janë jashtë standardeve. Apelet pothuajse në Shqipëri janë bërë me ditë me radhë, nuk ka, domethënë njerëzit kushdo dëgjon, kushdo nuk dëgjon. Ajo që mendoj unë këtu që e ndan protestuesi nga jo protestuesi është që pjesa më e madhe e njerëzve shqiptarëve janë të ndarë në ndasi partijake. Më thënë,
baza e Partisë Socialiste, baza e Partisë Demokratike, ato shkojnë domethënë janë të atashuar në për bazat e partive tyre, nuk i nxjerr dot nga guaska, është futur shirin nga një gjak shumë thellë. Apel për këtë kategori që duhet i bashkohen masivisht protestë? Doja t'i thosha që të largohet baza e Partisë Socialiste, të largohet nga Partia Socialiste. Domethënë nga kupola. Le ta mbajnë Partinë Socialiste, ta përmirësojnë me kalimin e viteve, gjithashtu edhe pjesa tjetër e Partisë Demokratike të ndahen nga kupola, nga drejtuesit që i kanë gënjur deri tashti, i gënjejnë për vende punë, domethënë, i gënjejnë për gjëra shumë minimale. Po i marrin domethënë dinjitetin, fytyrën po ja marrin njerëzve. Se nuk ka arsye tjetër, vetëm për një vend pune shkojnë atje. Është e mundur që të punojnë edhe pa mbështetjen e partive. Kjo ishte ajo që doja ta theksoja. Në fakt, Daliana, shohim që kësaj proteste janë bashkuar moshat të ndryshme, ka plot të rinj të cilët protestojnë dhe i bashkohen zërit të qytetarëve, apelit të qytetarëve dhe të gjitha pakënaqësive apo padrejtësive që këta qytetarë japin në zërin e tyre. Për çfarë protestoni? Për qindra mijëra arsye, në fakt. Për arsimin, mjekësinë, emigrimin, shpopullimin, gjithçka. Ka qindra mijëra arsye për shitja e pronave. Unë jetoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në fakt, edhe sapo kam marrë 3 ditë dhe madje ndalesën e parë mbas takimit familjes time ka qenë kjo protestë. Sepse ashtu si çdo i ri që largohet jashtë, po me mendjen për të kthyer në Shqipëri, edhe unë jam kthyer që të protestojmë në mënyrën që t'jap mundësinë shqiptarëve që të kuptojnë që edhe nëse largohesh, ta kesh gjithmonë mendjen dhe zemrën për të kthyer në Shqipëri. Kështu që kur pyetja e gazetarëve që vijnë pse protestoni, duhet jetë në fakt pse nuk protestoni. Pra duhet jetë ndaj atyre qytetarëve që nuk ngrihen dhe nuk reagojnë sepse ka kaq mira arsye për të protestuar në këtë. Shiko, unë mendoj që të gjithë shqiptarët janë ndërgjegjësuar. Një pjesë e madhe e tyre që ndrojnë të distancuar për shkak të pamundësisë, mirëpo kjo frymë proteste shihet pothuajse kudo. Në çdo fshat, në çdo qytet, pavarësisht se nuk janë shumë sot këtu apo në ditët, sepse janë 87 ditë, ka lodhje, ka sakrificë, ka punë, vapa etj. Mirëpo unë shoh që kudo në Shqipëri ka një frymë proteste. Pra në shtëpi, në familje dhe në shoqëri. Dhe kjo është një fitore shumë e madhe për shoqërinë shqiptare, me thënë drejtën. Do të jeni krah këtyre protestuesve deri në ditën e fundit? Patjetër. Qëse protesta vijon të jetë sa më masive dhe më aktive ndaj këtyre. Patjetër. Shiko, siç thash, unë jetoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kam qenë pjesë e grupit koordinimit protesteve atje. Nuk do munden të jenë këtu, por normalisht do jenë mbështetje atje ku munden të jem zë. Pavarësisht se nuk jam fizikisht, unë jam mbështetje të protestës. Kam 10 vite që jam aktivist që protestoj për kauza të tilla dhe unë mendoj që Shqipëria ka fituar dhe ka arritur diçka shumë të madhe me faktin që sot pa frikë vërtet Ramanburg, Berishamburg. Për herë të parë shqiptarët kanë rrëzuar kultin e individit. Kështu që patjetër që do jem deri në fund të kësaj proteste. Faleminderit juve. Në fakt, mund vazhdojmë? Për çfarë protestoni sot dhe e sa ta ditë është që dilni në këtë protestë? Jeni edhe ju emigrant apo vini? Jo, nuk jam emigrant. Unë jam një mallakastriot që jetoj në Kosovë prej luftës. Kam qenë pjesëtar i ushtrisë shqiptare atje. Tashmë je bashkuar protestës? Jam bashkuar protestës prej ditës së tretë. Faktikisht. Është ajo që tha parafolsi, është rrëzu kulti individit dhe është rrëzu komplet ajo mendësia ose sindroma që një nga këto 2 partitë e mëdha duhet jetë patjetër në pushtet, ose PS-ja ose PD-ja. Njerëzit nuk rreshtohen më në emër të partisë, të paktën deri në 200 vjet që i kemi pasur në shesh, por rreshtohen në emër të interesit kombëtar. Është një kputje zinxhirësh nga sindroma e të qenit antar i një partie për të mbijetuar, ose nga sindroma e sklavit politik, muj me qujt. Është me të vërtet për të ndjerë krenar. Dhe mua më dhimbson të gjitha ata njerëz që mendojnë se akoma mbijetesa është e mundur në zinxhirët e partisë, se po nuk qenë në ata zinxhirë nuk do të hajmë bukë. Besoni që ne që i kemi kput ata zinxhirë jetojmë edhe më mirë dhe më dinjitetshëm, pra edhe me një standard edhe më të lartë ekonomik, sepse nuk varemi për rrogës që cakton një parti politik ose një pushtet kryesisht korruptiv, kriminal, indikuar nga mafja, ashtu si kemi parë për 35 vjet në Shqipëri.
Sa kënaqësi tuaja nga kësaj qeverie? Kjo qeveri prej startit, prej 2013-ës, ka mashtruar sistematikisht shqiptarë. Ka shumë arsye që mund të cekë disa. Shembull është e turpshme që Roma ka përfunduar që para 2000 vjetësh ciklin e ujëstjellësit dhe të kanalizimeve, ne akoma sot për fushata dalin politikanë premtojnë ujëstjellës dhe kanalizime dhe nuk janë as afër aty. Edhe në disa fshatra ose në disa qytete që çojnë ujëstjellës nuk pihet. Absolutisht nuk pihet sepse këtu vidhen edhe filtrat e ujit. Aq e poshtë është politika dhe njerëzit jetojnë në një gjendje aq të tmerrshme, saqë në 2026 të vejnë të blejnë ujë me bidona për të pirë është çmenduri në një shtet ku vetë Edi Rama propagandojke se ne jemi të bekuar nga Zoti me ujë. Është e vërtet, por jemi të mallkuar nga politikanët kriminal, korruptiv, mafioz. Dhe populli i shuar i ka thënë boll kësaj politike. Unë përgëzoj shumë secilin shqiptar që del në shesh, jo për të mbështetur ndonjë personalitet apo diçka tjetër, por për t'i dalë zotat dhe. Më e rënda që ka ndodhur, pra pakënaqësia më e madhe që ka ndodhur në Shqipëri, është se ne përveç që kemi qenë të vjedhur sistematikisht, kemi qenë të shtypur, kemi qenë të denigruar, se ti ke shkuar në një zyrë administrative dhe pa paguar për gjërat më elementare, nuk e mbaru dot punë. Unë vetë jam ballavaçuar rast sistemi, kam shkuar rast sistemi kur kam zgjedhur 10.000 lekë, u shtyp certifikata. Pra erdhi sistemi me 10.000 lekë. Dhe më e rënda është që ne e ndjem vetëm dhe të pambrojtur. Të futet një grup kriminal sigurimi, të tërheqë një njerëz zvarr në mes 20 policëve, nuk ka ndodhur në botë, nuk është e pranueshme absolutisht. Po pasi nuk ndjem edhe të mbrojtur nga një shtet që vetëm na ka marrë dhe s'na ka dhënë asgjë, ne filluam të ndjemi të huaj tani dhe në vendin tonë. Sepse aty ku ne kemi tokën nuk mund të ndërtojmë asgjë, sepse penalizohemi nga shteti dhe nga ligjet. Shumë burokratike shqiptare. Vjen një huaj dhe e merr me 1 euro metrin, merr edhe falas për të bërë biznes, ndërkohë që vetëm shqiptarët kufizohen për të zhvilluar biznesin e për zhvilluar Shqipërinë, të gjithë të tjerët ju lehtësohen. Pra ne jemi në tokën tonë të pa zot, jemi të huaj në tokën tonë. Pra shtëpia jo nuk është më e jona, toka jo nuk është më e jona, kjo është kulmi. Nëse do të jenë 100, unë do të jemi 100. Nëse do të ngelen 10, unë do të jemi 10. Nëse do të ngelen 1, unë do të jem ai që do ngre zërin derisa të lodhem. Por shpresoj që qeveria të reflektoj, mos të eskalojë në shtator me masa të tjera, me mosbindje civile dhe me bllokim të akseve kryesore të shtetit, sepse ne do të gjejmë një rrugë për ta rrëzuar Edi Ramën. Ai nuk duhet të rahatohet për mënyrën paqësore, jo po më kënojnë të veshi, po më vjen mirë, më dha. Këto janë ato ignorancat e tij që e bën gjithmonë non stop agresiv popullin. Do të gjejmë një rrugë paqësore, pa u dëmtuar me vëllezërit e motrat tona që shërbejnë në policinë e shtetit shqiptar, sepse ata janë vëllezërit tanë dhe ne gjithmonë do të kemi kujdes që Edi Rama mos të kalojë urrëtitjen ose luftën kundër kriminalëve, ta shndrojnë në një luftë kundër policisë. Ne kemi luftën kundër pushtetarëve të korruptuar, jo kundër policisë shtetit. Ndërqofshëm. Në fakt, Daliana, ajo që shohim edhe me ndihmën e operatorit, duket që sheshi Skënderbej është veshur tashmë kuqezi, jo vetëm me flamujt e shumë që mbajnë në duar, por njëkohësisht edhe me veshjet e tyre simbolike, kryesisht pjesa më e madhe e tyre janë ata qytetarë të cilët apo emigrantë që jetojnë jashtë territorit shqiptar dhe janë bashkuar prej ditësh zërit të qindra e mira qytetarëve të cilët tashmë protestojnë për të ditën e 87. Tashmë ka nisur dhe marshimi nga sheshi Skënderbej dhe në thirrje dorëheqje të kryeministrit Edi Rama, tashmë fjalën e kanë këta qytetarë. Revolucion! 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 Revolucion!
Shqipëria!